vendore arsimore Durrës ka organizuar këtë vit edicionin e 16 të festivalit rinor Epidamus, i cili përmbyllet me plot surpriza dhe çmime. Aktiviteti final në ambientet e Pallatit të Kulturës Aleksandër Mojsiu, ku merrni pjesë nxënës së shkollave të mesmeve publike të qytetit bregdetar, është mbyllur me sukses. Genciana Çako, përgjegjëse pranë zyrës vendore arsimore në Durrës, u shpreh se këtë vit nxënësit vinë më performues, duke shprehur talentet e tyre. Si çdo vit, edhe këtë vit të rinjt vinë më performues se kur. Jemi në edicionin e 16 të festivalit rinor Epidamus, i cili është festivali, le të themi, më i madh për të rinjt në rrethin e Durrësit, që përmbledh performanca nga gjitha shkollat, por që qëllimi në vetvete është edukimi i tyre, jo thjesht artistik, po qytetar, kulturor, për t'i dhënë vendin e duhur rinis dhe për të bërë gjithë përpjekjet e duhura që t'u japim atë që ne të rriturit ja u kemi borxh. Le të themi sigurinë që e ardhmja e tyre sigurisht do të jetë më e mirë se e jona. Çako tha se konkurenca ka qenë fortë mes të rinjve, çka tregon për talentet e reja që po lindin në qytet. Janë të shkëlqyer në fakt, konkurenca është e fortë, sot jemi në natën finale dhe emocionet e tyre janë të mëdha, ne jemi tani në momentin e atyre etheve të fillimit, kështu që unë i uroj shumë suksese që të gjithëve dhe shpresoj që gjithçka të shkojë mirë, edhe pse të themi të drejtën, kërkesat janë të mëdha për të pasur gjithë një bilet sot, sikurse ka ndodhur në çdo vit. Të shpresojmë që të gjithë të kenë mundësinë dhe të shikojmë performancat e rinjve tanë të shkëlqyer sot durrësak. Ky edicion i 16 që tashmë është kthyer në një histori suksesi që ka për qëllim jo vetëm garën, por dhe edukimin e të rinjve, nuk do të ishte realizuar pa mbështetjen e një sër donatorësh dhe institucionesh. Kjo veprimtari është një mark, po themi, një produkt i zyrës arsimore, por unë dua të falenderoj edhe ata të cilët kanë mbështetur realizimin e saj, partnerët tanë të rëndësishëm, siç është World Vision, Aleanca Franceze Durrës, por padyshim edhe Bashkia Durrës, Qendra Kulturore Aleksandër Mojsiu, sikurse edhe Qendra Kulturore e Fëmijëve, të cilët kanë dhënë gjithë kontributin e tyre për të realizuar këtë veprimtari. Ndërsa nxënësit e shkollave shfaqin talentet e tyre në skenë mes emocioneve, salla ishte mbushur plot. Kërcimi aerobik, kërcimi modern, kënga, reportazhi, çmimi tradit, kupa e festivalit, kënga franceze ishin çmimet që u ndan për këtë edicion.